është ndërprerë fjala në parlament, më pas se ka kërkuar përsëri fjalën opozita, por gjithçka ka sjell tensionet ku është mohuar fjala, është dhënë fjala Bora Muzhaqit dhe aty kemi parë përplasjen ku deputetët e opozitës kanë shkuar në foltore për të kërkuar nga Niko Peleshi fjalën. Ka patur një incident, një përplasje shumë fort mes deputetës demokrate Elda Hoti dhe Taulant Ballës, nuk dihen arsyet akoma, do të presim dhe do të mësojmë se çfarë ka ndodhur me styret, teksa sipas Gazmend Bardhit, kuvendi është kthyer në shtojës të qeverisë, integrimi po injorohet dhe kushtetuta shkelet, është shprehur Bardhi. Kam këto momente kolegun Klajdi Boldi, i cili e ka ndjekur nga afër gjithçka që ka ndodhi në seancë pak minuta më parë. Klajdi, përshëndes. Cila ishte arsyeja pikë së pari e përplasjes së opozitës dhe çfarë ndodhi mes Elda Hotit dhe Taulant Ballës? Përshëndetje Arnold, atëherë në një moment sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Flamur Noka ka nisur të flasë, por kjo nuk është lejuar nga kreu i Kuvendit Niko Peleshi dhe kjo ka sjell tensione dhe debate teksa të gjithë deputetët e opozitës të cilët ishin të pranishëm në seancë kanë dalë para foltorës dhe kanë kërkuar nga zoti Peleshi që t'i jap fjalës zotin Noka si një replik për diskutimin që kishin pasur disa minuta më parë. Megjithatë, zoti Peleshi nuk e ka marrë parasysh të kërkesë të deputetëve të Partisë Demokratike dhe i ka dhënë fjalën deputetës Partisë Socialiste Bora Muzhaqi. Pikërisht në këtë moment zonja Elda Hoti ka shkuar që të heq mikrofonin zonjës Muzhaqi, duke u përplasur fillimisht me të, më pas ka pasur dhe një debat verbal midis saj dhe zotit Balla. Le themi që si shikohet nga pamjet është e pakuptueshme se çfarë kanë diskutuar dhe çfarë kanë debatuar midis tyre. Është dashur dhe ndërhyrja e Gardës së Republikës, pikërisht ka qenë një nga zonjat e Gardës e cila kanë tentuar të ndërhyjë duke blokuar deputetët e opozitës dhe deputeten Elda Hoti që të heq mikrofonin zonjës Muzhaqi. Debati ka vijuar për disa minuta dhe pas këtyre tensioneve, teksa tensionet ishin përhapur qoftë në foltoren e kuvendit, por edhe në karriket e deputetëve të Partisë Socialiste, ku një pjesë e deputetëve demokratë kërkonin që zonja Muzhaqi mos fliste, atëherë zoti Peleshi ka ndërprerë seancën duke dhënë 10 minuta pushim për të, le të themi, përçuar disi tensione dhe ndoshta për gjetur ne themi një kompromis midis palëve për të vijuar normalisht këtë seancë parlamentare. Do të theksojmë që debati midis zotit Peleshi dhe zotit Noka erdhi pasi zoti Peleshi të roqi vretje zotit Noka, sipas kreut të kuvendit ai kishte përdorur fjalë të cilat nuk i lejon rregulloria e kuvendit në seancën parlamentare. Megjithatë zoti Noka e ka akuzuar zotin Peleshi se është peng i disa parqeve fotovoltaike në zonën e Kolonjës dhe pikërisht ky ka qenë, le të themi, nisja e tensionit dhe debatit midis të dyve për të përfunduar më pas në një debat që ka përfshirë të gjithë deputetët e Partisë Demokratike dhe një pjesë të atyre të Partisë Socialiste. Do të presim rinisjen e kësaj seance për të kuptuar nëse do të kemi sërish tensione dhe debate midis palëve apo seanca do të vijojë normalisht. Paktën deri në momentin që është ndërprerë ka pasur diskutime dhe debate midis palëve, po pa tensione dhe pa përplasje siç ka ndodhur shpesh në disa seanca parlamentare. E kuptoj, Klajdi, unë falenderoj, ndërkohë që ne do të jemi përsëri me zhvillimet e parlamentit sapo të rinis seanca dhe të hapet sinjali për media. Ishim me Klajdi Boldin nga jashtë parlamentit, do të qëndrojmë tek ajo që ka ndodhur ditën e sotme, debatet ku pas qeverisë injorojnë